Në programacionin tonë dashur miq nuk mund të mungonin edhe disa element nga kultura jonë popullore. Ndaj ne tani do të shohim të pozicionuar në studio dy profesorët tanë mendjen dritur, të cilët do të na japin leksionet e tyre aq të vlefshme për ne. Pra, dashur miq, është radha e rubrikës Mozaik Folklorik. Ndjekim. Përshëndetje të nderuar teleshikuesë, mirë se erdhët në Mozaikë Folklorikë. Shtetje dashur zhus, ku e se editoj dashur, prej mehet zjohohote si sa halibe harisha, në prej shtit, qomtote si draha hakula. Sot do të flasim për një temë shumë të madhe. Do të flasim për temën e temave. Do të flasim për atë temë që na shpërfaq neve së pari. Do të flasim për seksin. Jo. Bre, am shkovi dom kota. Po jore, sot do të flasim për vallet dhe veshjet folklorike popullore. Bre. Po, dhe ku i gjejmë ato më të bukura, më të pastra, më të plota, sigurisht që më devollë. Ortoj shosh. A keme kaset që këta fjalinit e fullit, a? Si, profesorë? Ne bunit e fullit Paris, bre. O, të lutem shumë. Shto, bre. Të lutem shumë që e kam konkrete. Kalojmë pikërisht tek veshja dhe unë sot kam sjellë konkretisht një veshje të krajinës së Devollit. Ju lutem regjia më ndihmoni ta shikojmë. Urdhëro profesor, një veshje e krajinës së Devollit. Ana jone, profesor. Urdhëro. E mashallah. Ortoj shoshje. A ke Facebook, bre? Mashallah, bre, mashallah. Oj, shoshje, o të ufshe fustorin. Profesore. O, profesore. Profesore, është mashkullë. Jo, ortoj shosh, kujtë me jatoj, të jabua. Është mashkullë. O, fustone, bre. Po shikoj jo, po deshe është veshja folklorike e burave të Devollit. Bura? Po! Po e shikini këta si gra, ortaj shosh. Ori? Po si fejbra me fu, ston, bre! Ore? Po s'kët qa kini shto shto? Ajo është sheleshja, profesor. Po shosh kjo sheleshja se i blar bari, ortaj Ore, shosh. qish? Po staj, Ore, profesor, e ke gabim, duke ke parë si duket ajo sheleshje kur kërcejnë dy valle burash, për shembull. Dy kaptejna? Po! Po me kërse dy bura bash duket si zhoks, bre. Ore, profesor! Po, bre! A të lutem shumë, mos marshaj e veshjene, se ti po t'ishe burë, kishe sjellë vetë veshje këtura. E ko, ortaj shosh, she, bre, shko, shasje, osh, bre, shajeme, bre. No, bre, she, pa prej di, bre, prej di, bre. Në të falë shumë, po, ortaj, thuja, ortaj shosh, thuja. Profesore, kjo është veshja ju ajo? Po, ortaj. Po juve ishni tapetin e kuzhinës e viniri, po? Ortaj shosh. Urdhëro. Po që të thou, bre. Po që i o brezi, bre, që tu kena burnina, që tu maj burnin. Këtu keni burnin, ju të veri ju to. Po, ortaj. Po në të ju këtë kemi pak më poshto. Ortaj shosh. Urdhëro. A pa që që të thou, ortaj. Po që tu maj pistol dhe maj dy pistoleta, që tu kena burnin. Më falë, profesor, se i ke gabim që këtu një pistoletë ka. Fute dorë se drojgjene citrin. Profesore, të lutem, më lejo se më shave fustanelën, kjo është fustanela. Në manekinë nuk duket, po ta vesh unë, profesor, edhe të kërceje, kjo merë formën e piramidës. Po shë? Pse? Mos e përben. Ore merë formën e piramidës, po të them. Po shëre se ta prejshi Berisha me gjithë shka brejnë. Profesor, të lutem shikoje konkretisht, sepse... As jo vjen zovë, bre. Pse, ore? A vish një brek ju, bre. Profesor, që ki këto? Vre, der ku i kanë rarë të shosh, që keni shto, bre. Po, shato. No ti kopi. Ore, profesor. Bre, po. Ore, profesor. Por të shosh. Ato janë gjufka, ore. Pse, këshu i shuni ju këne ka jugu, a? Po gjufka o janë. Jo, se ne i shuj me një fjallë qitë. Ore, profesor. Ore janë gjufka, janë të kombinuar aja, dy ati, dy këtuja. Më falë, a mos e kini mund zjo me në basoni qëta ju, bre. Qeni në basanu? Po kështë ka mutacion genetik, bre.
Shika që të të katra, orë të ishësh. Pore, ja ka dhe 2 të tira, 2 xufka atje, urdhëro. Shto poshtë? Po. Apo kështë ka ta bonë, orë të ishësh. Ore, profesor! Po, bre. Që lutem shumë, lere fare, se do të kalojmë tek shumë si edhe njësi për temën në konkrete. Shto, orë të ishësh. Atëri, je gati, profesor? Po, bre. Të lutem, më të gjo, një brez i vjetër në kohë të moqme, ca? Brezat dhim në kote e sotme. Ore, profesor! Po që ashtu jo, bre. Aj që ke po, si atë bo, bre. Mirë, dakor do të kap një shumës të kohës të tënde. Po, Një palje të kohës të tënde të veshjes të veshjes, po. Një palje citjani viriu, ca? Të krujt me. Që të kruajtur au? Po gjithë leshër të i ta, hoshi këto kufshët të i gjithë le. Liri fare, tani me anë të fjalisë do të shpjegojmë se çfarë është kundrinori i drejtë. Shto. Dëgjoj fjalinë. O. Veshin folklorike popullore e grisi padashje djali i artës. Shuni artës? Po. She kapili? Osha. Dëgjoje. Shto. Kush e grisi veshin popullore? Shuni kurvës. Ore, profesor! Po kush e grisi orë të ishësh? Po të lutem pra, kush e grisi veshin popullore, djali i kujt i artës, është kundrinori i drejtë. Po s'ludhesh, bre. Jo. Po sheni no, bre. Mbaj fakti si tani, sepse kemi një moment risi në programin tonë. Ajo është vallja me bukur e gjithë Shqipërisë. Dhe kush është ajo, është vallja e Devollit. Jepi orkestra, hajde profesore, hopa, hajde, jepi ore, hajde, hopa profesore, hopa, hajde profesore, jepi, dali jepi. Po qarë ki, ori? Kapten Sheleshe. Qa shke valër të ishësh? Kjo është? Valë kena nebre, më rrëdëdu. Hajtë fujde e... Një sekundë, vre. Kush e drejton emisioni këtu është vallja e Devollit. O vallje dhit. E Devollit. O e diprës, bre. E Devollit dhe nuk ka më sipër. E te follit e drejti. Ullino, profesore, Liri mos folli, Liri. O që diprës ne s'ka ma poshtë. Në poshtë në sipër, takojmë në Shqipëri të mesme, profesor. Po ta avrenam Tiranë? Në Tiranë. Shabu, Po jepi vri vajzë. Tu e heqë, Se vetë më vjen. Hajde, profesor. Hopa,